Në ambientet e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Shkodrës Lyç Gurakuçi u zhvillua një takim konsultiv në kuadër të dialogut mes akademisë dhe industrisë, me fokus për shtatjen e programeve të studimit me nevojat reale të tregut të turizmit dhe mikpritjes. Takimi me përfaqësuesit e bizneseve turistike organizohet nga Departamenti i Turizmit për arsye të zhvillimit të një kurrikule, të një diplome profesionale në turizëm dhe mikpritje në nivel operacional që ne po punojmë për të aplikuar në Ministrinë e Arsimit dhe kërkojmë që të bazohemi në ndërtimin e kësaj kurrikule pikërisht tek nevojat e bizneseve që përfaqësojnë tregun e punës. Synimi i këtij takimi ishte forcimi dhe bashkëpunimi me aktorët e industrisë dhe ndërtimi një platforme të qëndrueshme komunikimi ndërmjet universitetit dhe sektorit privat. Ne me këtë takim sot do të vjelim mendimet e tyre edhe që ta kuptojmë dhe ne e kuptojmë tregun sepse jemi vazhdimisht në kontakt me tregun, por gjithsesi bizneset e njohin më mirë atë dhe duke marrë informacion nga këto biznese, atëherë ne jemi në gjendje që të krijojmë një kurrikul të mirë, se para që të krijojmë një kurrikul cilësore që të shërbejnë për tregun. Për bizneset, ky bashkëpunim është më së i nevojshëm, pasi tregu i punës ka nevojë për punëtor të kualifikuar. Vërtet duhet me kanë se zbën një bashkëpunim midis biznesit edhe universitetit, aq më tepër edhe me shkollën e mesme, sepse edhe aty ka disa elementa që ne na duhen në sektorin e turizmit. Duhet dim vetëm një gjë që është për të theksuar që Shqipëria sot nxjerr 20.000 rroga jashtë çdo muaj. Pra vetëm po të llogarisim një gjë të tillë, po të mesin 20.000 rroga në Shqipëri, që këta janë kryesisht janë punëtorë aziatik që një ta marrë rrogën direkt e çojnë. Është kushti domosdoshëm bashkëpunimi midis nesh dhe universitetit. Gjatë diskutimeve u trajtuan çështje që lidhen me përditësimin e kurrikulave në përputhje me zhvillimin e tregut, mundësi për praktika profesionale dhe bashkëpunime konkrete me bizneset.